vërtet një natyrë korrekte, një natyrë e cila vepronte në bazë të ligjit, ishte një natyrë e cila ishte e respektueshme me kolegët, me avokatët, ka qenë korrekt në qëndrimet e tija. Ka përfaqësuar denjësisht postin që ka pasur. Unë edhe tani në këto momente jam edhe shokuar nga ngjarja, nga lajmi dhe vetmja që mund të them është i uroj ngushëllime familjes. Qofse qëndrojmë në këto zhvillime, do doja të pyesja edhe pak për shkak të profesionit tuaj, më pas të kalojmë tek ato çfarë neve flasim zakonisht politik. Si ka mundësi që një person të hyjë me armë në ambientet e një gjykate? Vetëm do doja të bëj një përshkrim si funksionon kur ju, sepse mos ka lidhë një punë aty në ambientin e gjykate, por ju për shkak të profesionit nuk ka filtra sigurie, çfarë ka dështuar në të raste? Atëre në rastin konkret që po flasim, unë mendoj që ka qenë pikërisht koncentrimi dhe përqendrimi i individëve të cilët duhet të merren me sigurinë dhe duhet të merren me mirëmbajtjen e çdo personi që hyn në gjykat për të kontrolluar. Ka ndodhur ky precedent pasi është anashkaluar kontrolli. Dhe duke u anashkaluar kontrolli, humbet siguria. Dhe duke humbur siguria, ndodhemi përballë kësaj tragjedie, sepse mendoj që është bërë një lapsus dhe një mungesë kontrolli nga ana e individëve brenda gjykatës, cilët e kanë për detyrë që çdo person që të hyjë duhet kontrolluar dhe absolutisht mos ketë armë me vete. Qofse qëndrojmë në këto zhvillime, Alesja, do doja edhe pak të pyesja për faktin që ju thotë duhet të ketë armë me vete. A do duhet që kodi penal ta shpërsohet armbajtja pa leje, se duket ditën e dieshme një person bëri një rëmuj 7 makina të aksidentuar sepse kishte armë me vete dhe s'donte që ta kapte policia. Sot u trondit sistemi gjyqësor, u godit shteti, u godit drejtësia. A duhet ketë një ashpërsim për personat që mbajnë armbajtje pa leje dhe nëse kapen ta shpërsohet kodi penal, se më duket se e kanë bërë të rrugës që secili mban në një armë kur ecën gjatë ditës? Ashpërsimi pa diskutim normal është një masë parandaluese, por nuk është një zgjidhje në opinionin tim. Sepse armbajtja pa leje ka një dënim të caktuar që në opinionin tim është korrekt. Kurse ajo çka ka ndodhur sot është e pa precedent dhe unë këtu mendoj dhe them me bindjen plot që kemi të bëjmë me persona psiqik, me persona të cilët veprojnë në bazë të impulseve momentale dhe shohin çdo gjë bosh, dhe në ato moment ato veprojnë në subkonsciencën e tyre dhe nuk janë të vetëdijshëm të dëmit që po i shkaktojnë dikujt tjetër, vetes tyre dhe gjithë ambientit shoqëror. Sot është shokuese kjo që ka ndodhur. Kjo është një lajm shumë i keq, jo vetëm për familjen e gjyqtarit, por për gjithë shoqërinë shqiptare. Absolutisht nuk duhet jetë zgjidhje armbajtja, nuk duhet jetë zgjidhje marrja e jetës dikujt, qoftë kjo për një çështje pronësie apo qoftë kjo për një çështje madhore. Por kjo nuk e bën që t'i hiqet përgjegjësia gjykatës dhe pa diskutim individëve cilët janë të angazhuar dhe kanë detyrimin që të kontrollojnë çdo person që hyn aty. Sot ato janë bërë bashkëfajtor bashkë me autorin të këtij krimi makabër që ka ndodhur. Alesja, qofse qëndrojmë në këto zhvillime, do doja të merrja një koment prej jush duke i lënë pas të ngjarje të rëndë dhe tragjike, duket se tashmë Partia Demokratike ka shpallur kandidatin e saj për Bashkinë e Tiranës, i cili është pjesë e shoqërisë civile nga Florian Binaj. Atëre, si artist, e vlerësoj pa diskutime notën 10, si njëri e vlerësoj pa diskutime notën 10, dhe si personazh publik, pa diskutim e respektoj për kauzat edhe për zërin që ka ngritur kundrejt disa çështjeve të caktuara të shoqërisë shqiptare. Tani të kalojmë në planin politik dhe të flasim politikisht,
Partia Demokratike nuk ka asete. Partia Demokratike po të kurret dhe Partia Demokratike po humbet identitetin e saj. Që do të thotë, pa diskutim, sepse Partia Demokratike